Organizatat e dala nga lufta çlirimtare e Kosovës tashmë kanë përfunduar përgatitjet për protestën e të shtunës në shkup të Maqedonisë së Veriut. Pavarësisht kësaj, nga UVL-UÇK thonë se ekziston rreziku që disa prej veteranëve të Kosovës mund të arrestohen gjatë kalimit kufitar nga autoritetet maqedonase. Nisur nga kjo, nënkryetari i UVL-UÇK-s Gazmend Sylla thotë se kushdo që ka ndonjë dilemë se mund të arrestohet, mos të marrë rrugë fare. Arrestet e Interpolit që lëshon Serbia kundër luftëtarëve të shqiptarëve të Kosovës, ne ju kemi fregu. Do të thotë ju na thonë plot bashkëluftëtarëve tonë që mos shkoni, mos provoni mos e testoni shtetin e Maqedonisë së Veriut. Sa ishte në Prishtinë, kryetari BDI-s Ali Ahmeti tha se do të interesohej që të kuptojë se ndaj kujt janë flet arrestimet aktive, por sipas Syllës një gjë e tillë ishte e pamundur. Nuk e besojmë që mund ta di zoti Ali Ahmeti sepse janë informata konfidenciale që Ministria e Punëve të Brendshme nuk ja jep mundësinë me ditë se kush mund të jetë në ato listë, kush jo. Në protestën e 13 dhjetorit nuk do të marrin pjesë vleni. Arsyeja sipas tyre është se Ali Ahmeti po tenton të përfitojë nga kjo protestë. Megjithatë, Sylla pati një thirrje. E presim në bashku në protest, nëse janë shqiptar. Protesta do të mbahet në sheshin Skënderbeu me fillim nga ora 13. Kjo protestë organizohet pas asaj të Prishtinës, Hagës, Tiranës e Strasburgut. Me anë të këtij mjeti demokratik bëhet thirrje për drejtësinë ndaj çlirimtarëve.